Jemi së bashku me Ditë e Re dhe jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit të UTA. Ashtu si që kemi thënë më herët, sot është data 2 prill dhe nga sot pikërisht do të fillojnë aktivitetet për shënimin e ditës së Ulqinit. Një ditë për cilën ne themi gjithmonë angazhohet Komuna e Ulqinit që të ketë sa më shumë aktivitete, por për të folur për këtë, unë kam kënaqësi që kam dy zonja në studio, kam Merita Subashit Shabanović, njëherët sekretare e Sekretariatit për Kulturë dhe Veprimtari Shoqërore. Mirëmëngjes Merita. Mirëmëngjes. Gjithashtu së bashku me neve është edhe Enisa Martinović, sekretare e Sekretariatit për Sport dhe Rini. Dobro jutro, Enisa. Dobro jutro. Çfarë mund të themi? Dita Ulqinit është diçka e veçantë, e rëndësishme padyshim për komunën edhe për gjithë qytetarët, për aktivitetet edhe organizimi si ka shkuar deri tani, Merita? Kështu, aktivitetet kena fillu edhe organizimin bashkë me direktoreshën e Qendrës për Kulturë Adrianin Hoxhen, që është muajin januar. Qysh atëherë kena thirë ansamblin baljetit edhe orkestrën me ardhë për ditën e Ulqinit me na zbukuru këtë manifestim. Do të fillojmë nga sot. Kakve su pripreme? Po zajedno sa, kako je Merita rekla, s direktoricom Centra za kulturu, kabinetom predsjednika opštine i nas dvije, naravno i ostali naši kolege, smo u pripremi već odavno što se tiče opštine Ulcinj. Što se tiče mog sekretarijata, konkretno mi smo se bazirali na sport. Tako da što se tiče organizacije i pripreme, ono što mogu da kažem, imamo manifestaciju za najmlađe koja se zove Sport Fun and Little Feet. To je u organizaciji opštine Ulcinj i vrtića Rušipu, odnosno Vinipu. Taj događaj će okupiti 13 vrtića iz cijele Crne Gore. Znači očekujemo neke otprilike 500 djece da će biti tog dana tu. Nadamo se samo da će nas vrijeme poslužiti, da neće biti kiše. Manifestacija će se održati u Valdanosu i bit će to jedinstvena prilika jer samo zamislite tu razigranost djece i svega toga. Mislim da je to budućnost svakako ostaje na djeci i da će to da bude nešto onako prelijepo i slatko. Nakon toga se nastavlja sa sportom na maloj plaži. Biće odbojka na pijesku dan kasnije, odnosno 5. aprila. Tu ćemo imati dva kluba iz Ulcinja, odbojkaški klub Ulcinj i odbojkaški klub Barbana, gdje će oni između sebe organizovati turnir i odigrati tu utakmicu. Posle toga za ljubitelje borilačkih vještina imat ćemo međunarodni turnir u karateu, koji se ove godine održava 21. put, je li tako, Merita? I što čini događaj još većim, da tako kažem, je samo postajanje kluba slavi pola vijeka, odnosno 50 godina. Taj klub je iznjedrio dosta lijepih i dobrih sportista, tako da što se tiče toga, što se tiče sporta, to su neke manifestacije koje smo mi odradili. Ovim putem pozivam što veći broj mladih ljudi da dođe i da učestvuje i da vidi sve to. Mislim da će biti prelijepo. Nadamo se. Tani, aktivitetet sportive dhe kulturore shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Sonte do të fillojmë me një ekspozit në ora 18 apo jo. Çfarë përmban vetë kjo ekspozit? Përmban tanë motivet e Ulqinit. Me ekspozite është do me thanë tema Ulqini, e kanë thirë tradita, dhe kena pas dëshirë trinjt, talentat trinjt, studentat, talentat si janë prej shkollë mesme, mi aktualizu ata edhe mi ba ekspoziten me do të rinjt të jenë ato të cilat e mbajnë këtë ekspozitë. Gati shumicën manifestimit. Trinjt bash kajnë shumë, i kena thanë, napë shumë rëndësia ty në. Është bukur sepse e ardhmja, si që ta edhe Enisa, janë të rinjt edhe letimin të vishni. Atyne sa ma te për medalë në skenë, edhe sa herë organizojmë me fëmi, diçka me njëherë zbukurojnë, ata kur dalin skenë, me njëherë zbukurojnë skenën, pa basë kur gja, si e shofim atë skena duket ma bukur. Edhe bashkë kena pas dëshirë sa ma te për fëmit, mi kyç në këtë manifestim, edhe mi njashto, me fëmit ma te për me punë. Me datën 2 që jemi sot, do t'jetë edhe një aktivitet tjetër. Pas ekspozitës, çfarë do t'kemi? Ishte koncerti shkollës muzike,
Dhe me thanë, aty ka i mera nxënësat e shkollës muzike edhe kë koncerti është ba tradicional. Qysh 2013 për çdo vjet, shkolla muzike organizan, tash muzike dhe balletit, organizan koncertin me rastin e ditës së Ulqinit. Dhe me thanë, për çdo pas koncert dhe shkollës muzike. Cilat janë aktivitetet tjera? Pas datës 2, me datën 3, çfarë kemi? Me datën 3 kena balletin e qendrës muzikore të Malit e Zi, na vinë prej Podgorice, një trup balletit e ri, vetëm shumë sukseshme. Dhe për herë parë, qendra muzikore Malit e Zi është Musafir Nolqen. Aktiviteti bukur, ndërsa vazhdojmë me datën 4 Merit. Që janë aktivitetet të cilat fillojnë që nga mëngjesi. Ora 11 kemi aktivitetin e parë. Aktiviteti i parë është konferenca shkencore. Tradicionale dhe kjo, Edhe ajo është një saj tradicionale. Tema është roli i teknologjisë dhe inovacionit të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Aja do të bëhet në sallën e kuvendit komunës së Ulqinit. Pastaj 11 e 13 janë këta aktivitetet sporte me fushnjore. Pastaj në 16 ora prezentimi i prodhimeve artizanale. Të me thonë, kena dash tana mi ba Ulqinin me prezentu. Sa ma tepër Ulqini, traditen, ushqimin, tana ata qesh për Ulqin aktuale edhe qesh Intime ajo që e prezanton Ulqinin, edhe tradita edhe punimet. Kyç në këtë manifestje. Pastaj kopshtet, kopshti Solidarnost dhe njësej Arushi Pu, ka me pas Zizilonja, ka me pas 18 ora, ka me pas ka disa pika vëllëzim. Jeste. Edhe shkollët fillore, edhe gjimnazi, ka mu prezentu me korat e tyne. Dhe me thanë, tanë shkollët fillore në qytetin tonë, ka me marë pjesëmarrje. Da li je bilo teško da se pripremi sve ovo, mislim? Obzirom da ih ima puno, malo i jeste, ali uspješno, to mogu da kažem. Imali smo lijepu saradnju, kako ona sa svojim kulturnim društvima, tako ja sa školama, sa djecom, direktorima škole, sve smo to odradili, tako da će to biti sve na datum na koji smo vam rekli, znači neće biti nekog kašnjenja. Merita, kur merresh me të rinjt, cilat janë ato kërkesat e tyre më shumë, kur ju thua të jenë prezent në një aktivitet, janë të thjesht le themi që të bashkëpunohet me ta? Unë si përfaqësuese tyre, si sekretarja. Ja, vetëm si me eksperiencë, si kam punu me fëmijët, edhe punoj me fëmijët, të lashë ma madhe ishtë me hjek emocione, kur dalin s'ken. Ata mas mi ndjeku, mi pas ma kalaj, ma ljet me dalë aty, ma mu koncentru të shtana ata. Vetëm me fëmijët i shumë bukur me punu, dhe ata që premtojnë fëmijët ata e bajnë, Hesh dhe me thanë shumë kalaj, për mu është kalaj. Tani, tek data 4 prill, mbesim pas orës 6 pasdites, tek ora 7 pasdites. Këngë të paharruara. Çfarë kuptojmë me këtë? Po, atë i ka zgjell këngëtarja Exona Sallaj, një këngëtare e re, veç me eksperiencë madhe, edhe besaj si ka me qenë një natë paharrueshme. Ndërsa 5 prilli është, le të themi, qershia mbitor, sepse ne e dim që shtuna e parë e prillit në fakt është ajo që shënon edhe ditën e Ulqinit. Me datën 5 prill çfarë do të kemi? 11 ora ka me qenë kuvendi Solem. Dhe në atë kuvend si për çdo vjet ka me marrë pjesë njëjtë personat cilat duhen me marrë, zyrtarisht. Për tash për mu, ja si sekretare, vesh për mu si Merita, është akcenti në orkestrën e RTS-s, dhe me thanë Radio Televizionit Shqipëris, me dirigentin Gridi Kraja, vinë me na zbukuru kuvendin, dhe aty ka me marrë pjesë gjithashtu edhe 4 soprano prej vendit, Gjulje Peringu Hoxha, Kristina Spasić, Maja Jaković edhe Exona Sallaj njësaj.
dhe me thanë ku vendi ma parë filan, me tanë ata ceremonitë zyrtare, fjalimet. Pas me fjalit, me një film që i zhbatash këtë një vjetë mrapa, se shumë i zhba, shumë ish preparu, gjanët bukra janë regullu në ullqin, dhe pas taj, dhe me thanë, shkan kë koncerti, se knaqën jam se edhe kabineti edhe tanë në këna për krahje për këta punt mi ngrit nivelin pak ma të madh këti manifestimit ditës e ullqinit. A është emocion ndryshe kur punon për ditën e ullqinit, për aktivitetet e ditës së ullqinit, sepse besoj se edhe interesimi, edhe nga mediat në rajon është që të shohin se çfarë po bëhet në ditën e ullqinit, por shohin që edhe pjesëmarrja përveç letimi artistëve nga ullqini dhe Mali i Zi, kemi edhe nga Shqipëria. A është emocion më ndryshe kur punon për këtë ditë? Shumë ish më ndryshe, se deri tash bela kam pas marrë pjesë si pianiste për ditën e ullqinit, veç më organizu, se kam organizu deri tash, vetëm ishte obligimi i madh, dhe se kam dash me ba nivel ma të lartë, dhe me nap një vull, si thojt në serbisht peshat, me qenë pak ma nivelin me ngrit, se edhe vjetë, edhe për vjetë, për çdo vjetë shkan ma net e ma net. E tash ka qenë pak ma vështirë, qa me... Çfarë bëjmë edhe më mirë? Pa, qa munesh me ba edhe ma mirë. Vetem, kur na ka thamë baleti si munen me ardhë, me njëherë kam ditë një shkale kena një të net. Edhe orkestra një senja ashtu kur ka thanë munen edhe ate janë lirë në datë, kam thanë bashkë kam qenë knaqun se prap aktivitetet janë, këta dy aktivitete janë për jashta, a janë me nivelin e ma të lartë. A prap një ashtu me orkestrën ka me këndu solistat e tona. Edhe një kombinim i bukur. Enisa, tvoja poruka, mislim, zašto da budemo tu ovih dana? Pa, ja ću se vratiti na moju temu na koju sam malo prije pričala. Znači, Ulcinj će u danima koji dolaze biti centar sportskih dešavanja i mislim da će biti lijepo odnosno svaki događaj će da iznese i donese nešto različito, jer su ipak sportske manifestacije različite jedne od drugih i ipak učestvuju djeca, najmlađi i mislim gdje su djeca da nema promašaja, da je lijepo ispratiti. I još moram da napomenem, nisam rekla malo prije što se tiče ovog karate turnira, on će biti 6. aprila sa početkom u 9:30 u sali osnovne škole Maršal Tito. Është një nga aktivitetet që, si që tha edhe Enisa, 50 vite të Karate Klub Ulqini, por edhe një aktivitet që mbledh shumë sportist nga vendi edhe nga rajoni. Merita, duhet jemi pa tjetër, apo jo? Duhet jemi në këto aktivitete? Duheni në çdo aktivitet, veç kena haru mi përmen në 13 ora me 5 prill, në plazh të vogël aktivitetin si bëhet, aja ka me qenë kulminimi këti manifestimit, festa e detareve. Da me thanë aty këne më pas ekspozit e varkëve artizanale. Aja ka temen si dikur ka ndalë në parën shtune në prill në det. Atjer prezentimi dhe shihimi prodhimeve të ullirit dhe ushqimeve tradicionale. Dhe me thanë një saj një për ullqen flitet tanë, aja kohë poshtë në plazh të vogël, organizata mas 13 ka me pas teme ullqinit, tradita ullqinit. Mas asaj ka me marrë pjesë grupi muzikor Burimi, Suad Mehmeti, djelën të ullqinit, pas tyne valja peshketareve dhe peshk në Skar. Gjithçka çfarë është e ullqinit, gjithçka çfarë lidhet me detin, gjithçka. Tana me detin edhe ullinin, se ullqini është njoftur për ata. Unë ju falenderoj që ju keni gjetur kohën sot, sepse di sa punë keni për të marrë me këto aktivitete dhe me organizimin, dhe besoj se gjithçka do të jetë e bukur. Janë të shumtë aktivitetet që, le të themi, besoj se i kanë kuptuar më shumë edhe përmes kësaj interviste. Faleminderit që ishit sot. Hvala puno. Rita, faleminderit. Shumë suksese dhe punë sa më të mbar. Faleminderit. Hvala.
Shikues të televizionit të UTA, ne ishim së bashku në një intervistë për të shpalosur më shumë tek ju se cilat janë aktivitetet që fillojnë për ditën e Ulqinit. Pikërisht nga sot pra në ora 18 kemi aktivitetin e parë, ekspozita Tradita, ndërsa një pas një aktivitetet të tjera vijojnë deri të shtunën mbrëma. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen në këto çaste, ne do të shkëputemi pak, më njëherë do të kthehemi në studio përsëri.